për diella. E lufton diella Roma. Jo, se s'ka nevojë ta bëj tazinor diellin. Është dielli, më ne njohim shqiptar dielli. Pse është turp tjetë dielli? Pra ti thua ka bërë transgjinor, ka një kontekst. Po kam drejt tallën se po na tallë më të mal. Se si ta merr me seksin e engjëve kur do më u tall. Kam drejt tallën. Pse e quhet diell aty? Unë dua dielli. Të dhim se ty tjetë mashkull. Qa kompleksi keti? Tjetë mashkull. Tjetë burr. Ai programi. Problemi që ndonë mos është grua në trupin e një burrit. Ky është problemi kryesor. Po këta kshu janë tërmër. Ka i pari ke fundit. Po dalim të veshën e fustanet. Ti janë të lirë, dalim veshën e fustanet. Po të mos na vjedhim. Po të mos na Ore, po bën inteligjencën artificiale, po mos vjedhim. Ore, me inteligjencën artificiale. Se kur t'japi përgjegjësinë gjykat, të do themi, me të mes fajtorësh e tim, ka nevojë në konceptin tim, ka nevojë të mos keni kontakt njerëzit, po ta takohen jashtë, ai din të gjitha. Po ta manipulosh atë, po ai programash. Ai është një program, ky është telefon për më shërbyer mua. Tani nga telefon ky u bë e prorim. Qa ti them mjesën ti? Mirë zoti ministër dhe them mjesën ti. E natë mirë zoti ministër. Ose zonja ministër. Qa ti them? Po, tani, a është i kufizuar ky lloj programi apo jo? Po na njerëzit o komandohet dhe ai funditës se na ai nga qielli s'do na vi. Pra, kemi një ministër që na komandon një tjetër. Po, tani ne mund të shikojmë Romeo që ai nuk ka dreka në pive. A është person fizik vëllai mbas ligjit shqiptar e kushtetues? A mund të vihet ministër tani të marrë të shishën se kjo është ujë është një nga 4 elementet kryesor, se ka oksigjen, se ku e shohun këtë më gjallë të bën atë, pak ujë jetojmë, ta vëmë dhe ujë ministër. Ne po mbjellim idhuj kështu në drejtshmënduri. Po ne mund të shikojmë anën e mirë. Për shembull, ky është ministri pa korruptuar, nuk i çon dot verën e shtrenjtë. Nuk i çon dot. Ajo është një procedurë, zoti shakator që do më utall tani. Po tani ajo pjesë ç'të bëjmë neve tani? Ti dhe mësua vetë do tallem me këta pastaj do pse do. Ajo është një procedurë, është një procedurë që unë do të heq kontakti me Ermalin, mos takohemi aty ke dera, ti të më japësh lekët, po ta bëjmë siç kemi ato gjobat që duhet vinë nga radari direkt. S'ka nevojë të na dhënë polici. Edhe kryet polici bën sikur edhe ne bëjmë sikur japim letra, por nëpërmjet letrave japim edhe ca para, edhe zgjidhim këtu. Është procedurë. Duhen bërë në mënyrë elektronike, online, që të zvogëlojmë sa më shumë korrupsionin. Por ne kemi deri në atë pikë, kjo është të pranosh, që s'ke një njeri të sakt për t'ia varur qafë punën e prokurimeve dhe ky është mesazh i madh, nuk ka një njeri të besueshëm për të marrë përsipër prokurime. Edhe ekzistojnë. Po ata që ka aty nuk ka. Nuk ka mërë. Nuk ka një njeri besueshëm. O pra them unë, i bëjën prokurimet. Pasi që ndarë të gjytem. Edhe i qaje. Me konkurs të gjithë ata që marrë prokurime KPS-ve, me konkurs tani këtë sekond. A i njojë më mirë se unë apo jo? Por kjo punë do burra ta mbash veten për para epshit e për para të ndimit paras e tjera gjëra. Do kërkoj të paguaj mirë, normal. Sa që shroga e një ku t'i gjonë, e i prokuroj s'pakut, e bëju sot. Po për kërkosh, ke vatha e atyre që janë qyryk nga morali, ato të gjesh. Mirë i thamë i disë qove dhe shqore me i sy. Nuk ka besim tjetëri, nuk ka më besim. E dyta, edhe për këtë jam atë që ishala u shoft emri tender, prokurim, për shqiptarët, se bërë mallkim. Më thua e mal, përveç 33 kapitujve që ne ka përcaktuar Europa, pra kjo qeverin, kjo se të shkojnë në Europë, e ka mundi për Europë, e ka programin përcaktuar. Më thuaj, si janë plotësuar kapitujt? Fillojmë nga kapitulli i parë, zgjedhjet lira të ndershme. Tregu i lirë Shqipëri. Si kanë hecur? A kemi bërë hapat real për zgjedhjet lira të ndershme edhe sipas kushtetuesës shqiptare?
për drejtësin, a kemi hapa real, drejtësi e vonuar dhe pikatore, dhe pastaj ati versojmë njerëzit, kanë sukses apo jo. Edhe me gjithë kam shien që ministri që mund tjetë më i mirë i nesër, do jetë ai që u habit realisht, Lamallari. Kam shien që është shumë pozitiv se tjerët. Ish zëvendës ministri. Po, kam një shien të bërshme dhe shpresoj të mos gaboj, pa kam jo shumë të afërt, po që mund tjetë ai. Për tjerët nuk kam një besim. Janë si e gjella që janë ngrohë eftohë 100 herë, si e çorba për të llovë, ngrohë në mëngjes prap, ngrohë nesër prap, hidh pak ujë, pak oriz prap, e shtohe në katose, por që ka kohë që ka humbur çdo lloj shije për ne. Romeo, para se të kaloj tek pyetja e radhës, do doja në fakt falenderoj secilin prej teleshikuesve që na ndjek live nga diaspora.